9.8 milje larg nga Vlora ndodhet një prej destinacioneve më interesante, Parku Kombëtar Detar i Sazan Karaburunit. Është një prej atraksioneve më të zgjedhura nga vizitor vendas e turistë huaj, të cilët zgjedhin Bregdetin e Jonit. Zgjidhet kryesisht nga ata që kërkojnë të përjetojnë një eksperiencë të veçantë, ndërsa harta e turistëve zgjerohet nga viti në vit. I come from France. Ne kemi ardhur nga Franca këtu për pushime. Sot është një ditë e mirë me diell. Shqipëria është super. Është hera e parë, por besoj se do të kthejmë sërish me familjen. Ujërat janë të pastra, udhëtimi me ani është fantastik, shumë i bukur. It's my first time in Albania. Vi nga Britania dhe kam 2 ditë këtu. Ne do të rinë një javë. Këtu në Karaburun ka shumë vende të bukura. Udhëtimi me anije ishte i këndshëm. Unë do të kthehem sërish në këtë vend. Very beautiful country. Unë vi nga Franca dhe jam këtu me kolegët e mi dhe është hera e parë në Shqipëri, është shumë bukur, më pëlqen deti dhe vendasit, do të qëndroj një javë, patjetër pse jo, do të rikthehem herën tjetër me miqtë e mi. Ky është i vetmi park kombëtar detar në vendin tonë, ndërsa ofron një stër atraksionesh natyrore, kulturore e historike. Ishulli i Sazanit dhe Gadishulli i Karaburunit ofrojnë gjithashtu një stër plazhesh e gjiresh me një peizazh fantastik.